Dje në rrugën Vëllezri Gjinoski në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 17 vjeçar nga fshati Banjic e Epërme, rrethina e Gostivarit. Gjatë kontrollit në trafik, zyrtarët policor kanë ndaluar automjetin e udhëtarëve BMW me tabela kombëtare slovake, të cilin ai e drejtonte, me që rast kanë konstatuar se drejtonte pa leje drejtimi. Me urdhër të prokurorit publik, automjeti është konfiskuar. Dje në orën 14:10 në fshatin Gradec, rrethina e Gostivarit, zyrtar policor nga stacioni policor i Gallatës kanë privuar nga liria një 58 vjeçar nga i njëjti fshat, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga bashkëshortja e tij 50 vjeçare, se e ka sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare. Dje në orën 21:30 zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë arrestuar një 48 vjeçar nga një fshat i Gostivarit, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se rreth orës 20 për shkak të një zënke familjare ka sulmuar fizikisht gjyshin e tij 90 vjeçar nga i njëjti fshat. Gjatë ditës së djeshme në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është kryer kontroll i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 25 shoferë, në Tetov 21 dhe Gostivar 4 për parkim të parregullt, ndërsa 19 automjete në Tetov janë marrë me automjetin special me rimang. Janë sankcionuar edhe 57 lloje të tjera të kundërvajtjeve në trafik, 37 në Tetov dhe 20 në Gostivar.